Një rrethimi të hekur 3 radhësh konviktet e studentëve. Unë jam zonë me 2 sot e tjerë në konviktin 5 dhe jemi arrestuar. Për njeriu që kishte folur përpara studentëve, do të fillonte një periudhë e gjatë burgimi. Brutaliteti i vetë policisë ndihmoi që protesta demonstratat masivizohet. Veç kur ka bë telefonin, pas ditari telefonin shtëpisha. U shpejt në televizion, shka u bo, qysh ke gjiru? Po më projton këtu drejtori, këta i kryetaktori mur mbrojtje. Ka qenë rrezik vetë, që është fotografia. Që ka qenë realiteti, cilën e ka gjiru Fatmiri. Po, a kam thënë që mos mi gjiru polis. Shka mi vo polis, unë s'ko mujtë me eliminu polis. Pas dhunës brutale të ushtruar nga policia serbe dhe qëndrimit qyqar të udhëheqjes atëhershme kosovare me ndonjë përjashtim, çështja po bëhej politike. Aq politike sa të alarmonte Tiranën. Ramiz Alia dëshmon se si u mblodhën kokë më kokë 3 njerëzit më të rëndësishëm të shtetit shqiptar. U mlodhëm në atë kohë. Fillimisht ishte Enveri, Mehmeti dhe unë. Pastaj, natyrisht, edhe shokët e tjerë të byros politike, dhe diskutuam këtë çështje. Neve Nazuri thashë në befasi, ne nuk e prisnim një gjë të tillë. Dhe atëherë më kujtohet masa e parë është që u morën masa që të sigurohesh kufiri jonë. Kufiri shqiptar nuk do të rrezikohej, po Shqipëria do të qeshë shumë më prezente në ngjarjet që po zhvilloheshin në Kosovë. Studentët, grupet ilegale, punëtoria do të shkonin drejt bashkimit duke bërë që më 1 prill të shpërthente ajo që mbahet mend si protesta më e fortë kundër regjimit, bilanci së cilës që 9 të vrarë dhe afro 2000 të arrestuar. Me 1 prill po bashkoheshin bashkë me studentët edhe punëtoria, edhe fshatërsia, edhe intelektualet. Përveç asaj që fillon këtu nga qendra, ajo ishte vetëm një pikë, sepse ajo atë ditë fillon njerëzit lëvizin edhe nga shkollat e mesme. Më kujtohet momenti kur kanë hyrë ushtria këtu në televizion kur e zaptuan televizionin. Në maje të studios e kam vu një si shartësa, si këtu në borë kam nu, po ashtu një, edhe kanë hyrë brenda korridore, thuja se çdo kat ka pas ushtar, krejt ka qenë blokume. Këtë radhë, planet ishin bërë të sakta. Hidajet Hyseni, pjesëtar i grupeve marksiste leniniste, tregon se nga organizata e tij që e caktuar ai për t'i prirë demonstratave, qoftë edhe me çmimin e vetë sakrifikimit. Qëndrimi ilegal në kuptonte edhe një lloj kamuflimi, një lloj maskimi. Por me që isha ilegale dhe ishte vendim i organizatës ku unë militoja që në rast të ngjashëm pikrisht do të isha unë ai i përshtatshëm për të dalë në krye të masës, sepse edhe ashtu isha ai i eksponuar. Është i ditur tashmë botërisht fjalimi paraqitja e Hidayet Hysenit me atë fjalën e vetë në hypun atë blinin para këshillit ekzekutiv. Kam marrë fjalën dhe jam drejtuar demonstruesve dhe kam bërë përpjekje që pasi të shpalleshin kërkesat tona, eventualisht të materializohej ajo me ndonjë kontakt me drejtuesit e atëhershëm të pushtetit. Prandaj edhe kemi kërkuar përveç tjerash bisedime. Konkludimi kryesor ka qenë pe asaj mbrëmje se nuk është pyetje pa kënaqësia me cilësinë e ushqimit menzën e studentëve, por është tendenca e hapë që të shkaktohen trazira më të gjëra dhe të shkaktohet një shqetësim më i madh në opinion. Dhe një kam ngulësi që patjetër të vinë deri te konfrontimi fizik me forcat e rendit publik. Vetëmi incident që eventualisht mund të përmendet ka qenë një pano e grisur, se një gjam i thyer që ishte aty, ku ishte një
pano e një filmi pornografik që po shfaqej ato ditë në Prishtinë, e që ishte edhe si reagim i ndonjë demonstruesi, edhe me politiken që bënte atëherë regjimi që duke orientuar rinin nga shfaqja atëherë hedonizmi, pornografi e tjera dhe të tërhiqej nga rruga e luftës për liri. Policët në të vërtet nuk mund t'i ndalon të më askush. Falë brutalitetit të tyre, ajo që po ndodhte nuk mund të quhej më një lojë studentësh. Me një shpejtësi të habitshme, ngjarja po merrte dimensionet të tjera. Pikrisht atëherë kur ne po na thuhej se pritni edhe pak se do të do të krijohet një mundësi për bisedime, erdhi përgjigja në formën e bombave me gaz lotësjellësve, krismave të automatikut dhe një ndërhyrje të dhunshme, të egër, shumë brutale. Ata kanë qenë atë shumë brutal, sa që ne ishte nevoja në çdo hap me intervenu kundër brutalitetit tyre. Që mos në qendrën studentore, por dhe në tërësi rrugëve të Kosovës. Parullat e hedhura tanim i kalonin kërkesat për kushte më të mira. Midis demonstruesve dëgjoheshin thirrjet Kosova Republik, jemi shqiptar, nuk jemi jugoslav, roft Adem Demaçi. Kërkesat po avansoheshin, doli me gjithë fuqinë dhe mbizotroi protestat kërkesa Kosova Republik. Madje e shprehur ndonjëherë edhe Kosovë Republik Pushtetut, ja me hatër, ja me luftë. Në fakt, ashtu siç ishte deri më 1981, Kosova nuk ishte zhvilluar me luftë. Për një pjesë të mirë të qytetarëve të saj, periudha 1971-1981 ka qenë më e begata. Kushtetuta e 1974 të skrijoi një pavarësi tejet të madhe nga Serbia. Gjendja ekonomike e kalonte qartazi mirëqendjen e të gjithë qytetarëve të lindjes komuniste. Në Prishtinë u ngrit universiteti, filloi të vloj debati kulturor e intelektual, marrëdhëniet midis Tiranës e Prishtinës u shumë fishuan. Po atëherë, pse gjithçka duhej prerë në mënyrë kaq brutale? Nga rreziku i jugoslavizmit të shqiptarëve të Kosovës apo për të kundërtën, nga frika e komunizmit enveriant të tyre? Kur doli mas luftës dytë botërore pa shkollume, diku në përqindje prej 90%, e vorfun, e dezorientume edhe e diskriminume në mënyrën më primitive. Pas një euforie që kishte ardhur pas vitit 68 dhe ndryshimeve pozitive që ishin bërë, Kosova po hynte në një periudhë ngecjeje, madje edhe me tendenca të kthimit prapa. Duhej dikush me i dhonë një farë mundësie Kosovës më uqunë komës, veç më uqunë pakën komë. Ajo kohë është 1971-1981. Në këtë dekadë, shoqënia kosovare në sens e merr veten. Unë mendoj se në vitet 70-80 ka qenë një fitore e madhe. Së bashku me Kushtetutën në 74. Pjesa më e madhe e popullatës Kosovës, veçanërisht e rinisë, jo vetëm që ishin ballafaquar me probleme të rënda sociale, por edhe nuk kishin një perspektivë. Shoqënia kosovare filloi me qenë edhe me undije barabartë në raportin edhe në kontekstin jugoslav. Në aspektin kulturor u investu në film, u investu në televizion, u investu në dramë, u investu në letërsi, përktheheshin veprat e autorëve kosovar. U krijua Universiteti i Prishtinës dhe universiteti kishte nevojë për kuadro. U pa themelu bashkëpunimin ndëruniversitar mes Universitetit Tiranës dhe Prishtinës. Ishim të interesuar si shqiptarë që në Kosovë të zhvillohej sa më mirë kultura, domethënë të përparonte kultura, që Universiteti i Prishtinës, si një universitet në gjuhën shqipe, të zhvillohej, të përparonte, që rinia kosovare të mësonte gjuhën shqipe së mbari, dhe në këtë do të them lojti një rol shumë të madh dhe kongresi i drejtë të shkrimit, që kosovarët e përkrahën. Në vitin 1971 kanë filluar diskutimet rreth amandamenteve në Kushtetutën e atëhershme. Dhe aty është fillimi i
avancimit të Kosovës. Aty fillan procesi i ndarjes nga Serbia. Para 1991 ka ekzistuar në Kosovë një ideja integralismit jugosllav, ka qenë, nuk them se ka qenë dominante, por ka qenë e pranishme. Në atë kohë ka ekzistuar një shkallë e caktuar e realizimit të drejtave individuale dhe pengesë e realizimit të drejtave kolektive. Mirë po, në atë kohë, si për çudi, do shta unë afirmimin më të madh e kam krijuar në Beograd, edhe unë kam marrë si personalitet intelektual i formuar në Beograd, jo në Kosovë. Për qenien kosovare, për qenien shqiptare ishte ky integralizëm ishte shumë i rrezikshëm. Për shkak se ai synonte dobësimin e identitetit shqiptar, nuk synonte ai punë koti Kosovën t'ia marrë këtë apo ai synonte aty të qellon të godiste në qendër të qendrës, synonte të godiste identitetin. Unë nuk mund të them se kam qenë i diskriminuar në raport me aftësitë e mia. Unë mund me thënë që kam qenë diskriminuar raport me synimet e mia politike, po kjo është çështje tjetër. Po synimet e mia politike dhe aftësitë e mia ndoshta kanë qenë më të vështirësuara në Kosovë se sa që kam pasur në Beograd. Filloi të krijoj modeli shqiptar të Jugosllav. Dhe ky shqiptar jugoslav ishte, ai që komunikon të shlirshëm në gjuhën slave, veç më serbokroatisht, që shkruante serbokroatisht, që diskutonte problemet në nivelin jugoslav të problemin e ideve, dhe kjo ishte natyrisht kishte anën e vet pozitive. Ne ushqeheshim në pikpamje kulturore për të njëjtave burime, aso kohë. Dhe ato burime natyrisht ishin sigurisht televizionet aso koshme edhe mediumet që krijonin opinionet publike aso kohë. Ju duni me ditë se sa liberale ka qenë Jugoslavia gjatë viteve 70. Ai liberalizmi i Jugosllavisë, po them, ishte aq i rëndësishëm sa i determinant 10 vjet më të rëndësishëm e shekullit 20 për Kosovën. Modeli shqiptar që të qarkullonte në mënyrë intensive, të vente kontakte intensive edhe kulturore, edhe mediale, edhe me Jugosllavinë, filloi të lakmohet dhe të favorizohej, të jepej mbështetje. U jepshin kreditat 1/3, si sot i mojnë menun ata, se këtë komfori u pat kriju mbi bazën e çatën e kreditave, i jepshin 1.000 mark, i mershe 3.000 mark për shembull, edhe ato 3.000 mark i kthejshin në dinar, inflacioni hajke dinarin, në sens ishin dhurata aso kohë që u ban, mbi bazën e të cilave në sens u elevue niveli i përgjithshëm ekonomik i një kosovari mbrana Jugosllavie. Ka shumë teori që sot i shohin ngjarjet e 31-s si një ndikim të drejt për drejt të lidhjeve shpirtërore e nostalgjike që Kosova kishte krijuar me Shqipërinë edhe ashtu të mbyllur, të ideologjizuar e diktatoriale siç ishte. Por për shumë kënd, zgjidhja dilemës mes jugoslavizmit dhe ruajtjes së identitetit shqiptar ka qenë thjesht. Shumë nga intelektualet e kohës që vizitonin Shqipërinë kur ktheheshin në Kosovë e bënin atë idilike e të begatshme, ku gjithçka ndërtohej e lulëzonte. Fillimisht mund të them që ishte një lidhje virtuele. Në Shqipërinë e përjetonim ashtu siç na prezantohej nga ata që e donin Shqipërinë. Ekzistonte një bindje spaku në një periudhë që intelektualet në Kosovë nuk e kanë thënë mendimin e tyre për Shqipërinë, ose kanë hezituar për një arsye ose për një tjetër, ose nuk e kanë luajtur rolin e tyre intelektual që të thonë qartë se diktatura në Shqipëri ishte këtill, se sistemi Enver Hoxhës dhe ideologjia e tij ishte kjo. Intelektualve u përshme të thjesht, folni ju shkakini pati. Mos mendojnë këta njerëz tri se me të vërtet këtu duhet dalin në barikada dhe derdhin gjak për ta instaluar sistemin e Shqipërisë për cilin ne e dinim çfarë është. Pse gnjeva? Gnjeva për arsye se unë doja ta paraqes Shqipërinë pikërisht ashtu siç nuk ishte. Nuk ishte lehtë për një intelektual që të shkojë në Shqipëri, të shoh atë çka sheh, të kthehet këtu dhe të thotë se unë pash Shqipërinë që nuk duhet ta kishte e tillë. Doja ta paraqisja tjetër fare nga ç'ishte, vetëm që të mos u bëja çefin serbëve
të cilët gjithherë thoshin se ju s'keni asnjë lidhje me Shqipërinë, se ju jeni shqiptari, ata janë albanci, ju jeni në Kosovë, Jugosllavi, ju jeni Jugoslavi, ata janë Albania. Në atë rrethon që kishte Kosova nuk kishte shumë mundësi zgjedhje. Kishte mundësi zgjedhje Shqipëri dhe kishte mundësi zgjedhje Beograd në Jugosllavi. Në këtë dyzim, natyrisht ka qenë krejt pa normale që të mbyllësh një sy ose dy dhe të shohësh ka Shqipëria sesa më parë se sa të shohësh në Beograd. Në verën që është e vërteta, në Kosovë kishim të gjithë ideal, do të pranojmë, nuk dinim se çfarë ndodhte, çfarë kishte bërë Shqipëri, po ne identifikonim Enver Hoxhën me Shqipërinë, Shqipërinë e donim, prandaj e donim edhe Enver Hoxhën. Enver Hoxha, ndonë se ishte një diktator në Tiranë, ka vëshi Kosovës dhe prënte me një strategji krejtësisht tjetër, që njëkohësisht ta mbonte gjallë frymen nacionaliste të kosovarët, por njëkohësisht ta mbronte pushtetin e vet tashmë të fuqishëm në Tiranë. Në Kosovë ne kërkuam patriotët dhe ndihmuam patriotët kosovar, pavarësisht në ishin këta apo si ishin komunistë. Nuk ka dyshim. Ata që ishin komunistë në Kosovë afroheshin më shpejt, ishin më të lidhur me ne. Fillimisht kemi vepruar në sistemin e treshave të motivuar nga një frym pak a shumë çlirimtare, por me premesa të marksizm-leninizmit. Ndikim ideologjik të një shtresë e njerëzve të ri të që thëmë të elementit rural nga fshatarësia, kogja shumë në atë kohë të ndikuar nga propaganda nga Shqipëria. Nga të gjitha të dhënat, e mbledhura ekziston dyshimi për një përzierje të Tiranës komuniste në këtë ngjarje. Po, a pati gisht Shqipëria në ngjarjet e 1981-s? E vërteta është që neve kishim kontakte me shumë njerëz, patriotë, në veçanti kupton nga radhët e rinisë kosovare. Unë personalisht mendoj se ka qenë involvuar me grupet që i finansonte dhe i preferante grupet marxiste-leniniste. Ajo që mund them, unë s'paku nuk kam ndonjë informacion se Shqipëria të hershme është përzier në zhvillimet politike, se kanë nxitur lëvizje veprime politike. Fakto që Shqipëria s'ka pas përzier gishtat në organizimin e trazirave, por është fakt se Shqipëria përmes propagandës vetë zyrtare ka vazhdimisht përzihet në ngjarjet në Kosovë në mënyrë nxitse, si të thamë. Mund të them në mënyrë kategorike që shteti shqiptar nuk ka patur asnjë nxitje. Domethënë, nga ana e shtetit shqiptar nuk është bërë asnjë veprim që të nxiste një lëvizje të tillë, kupton, të studentëve. Në atë kohë kanë qenë shumë këmbgulës që mos të përmendet kurse si Shqipëria. Shqipërinë e konsideronim shtetjen kryesore dhe ishte e tillë. Prandaj edhe synonim që në projektin e zgjidhjes së çështjes pa zgjidhur kombëtare të integroheshim, të identifikoheshim sa më shumë me Shqipërinë të tillë çfarë do të ishte. Mahmud Bakalli nuk e duroi presionin politik dhe kualifikimin kontrarevolucionar për demonstratat. Vendosi të ofroj dorëheqjen e tij. Vendimi im për dorëheqje ka qenë në prill, por vendimi definitiv ka qenë në mbledhjen e kryesisë së Jugosllavisë, ku është vlerësuar gabimisht, historikisht gabimisht, se ngjarjet në Kosovë kanë qenë kundër revolucion. Referatin nga pas Kulishevski.
ai në referatin e vetë insiston në kundër revolucion. Mos të haroj me thonë se në kryesinë e komitetit qendror, shumë principiella dhe shumë energji ka qenë edhe Fadil Hoxha, edhe ai ka qenë kundër. Atë unë e kërkova dhe një fjallën, dhe i thash, me qenë se ju e pranut këtë referat, këto vlerësime, dhe sidomos kundër revolucion, unë po ju paralajmëroj dorëheqjen time në komitetin krajnor nga të gjitha funksionet politike. Unë nuk dua të jam me ju në realizimin e kësaj politike. Politika atëshme kosovare, se politikanët e atëshme kosovare kanë qenë nivelin e politikës që kanë përfaqësu. S'kan mund t'jenë ndryshe për pos në qatë nivel. Por nuk kemi pritur asë njëherë që nga vetë politikajt kosovarë të ngjarje të cilësohen si kundër revolucion. Nuk kam qenë unë ai që kam dalë me vlerësimin se ato janë ngjarje kundër revolucionare, ai ka qenë vlerësim i kreut shtetënor dhe partijak të Jugosllavisë, të cilin këtu me 3 prill zyrtarisht ja ka përcjell si vlerësim të kreut partijak dhe shtetënor të Jugosllavisë ku ishte antar i ndjeri Fadil Hoxha. Si nocion, vërtet është përdorur në mbledhjen e komitetit krajnor, dërsa unë isha kryetar. Atë ka po njeni prej antarëve të ri, prej të rive, komitetit krajnor. Unë edhe atëre kam menuar dhe qëtash me mëj, se aje ka thonë atë, në bazë të insistimit të sugjerimeve nga Serbia. Ndoshta ka qenë shumë vështirë që dalin për krajet aty në kërkesave. Sa atëherë do të merrnin ose rrugën e Burgut ose ku diun çka tjetër. Por s'paku të flet me një gjuhë të arsyes dhe shikoj gjendjen e Kosovës, pozitën e Kosovës çfarë është, të bëjnë një analizë pse erdhen këto deri këtu, në çesolli Kosovën në këtë periudhë, por pa kurfar analize dalin dhe thonë se ishte kundër revolucion, ishte kundër bashkimvllazënimit, ishte kundër Jugosllavisë atëherë, ku ta diun e çka tjetër. Në asnjëherë nuk ishim të interesuar për atë lëvizje që ndodhi. Bile unë do të them që ajo